Përshëndetje miq, unë jam Blerina dhe kjo është Blogonomi. Sot jemi me podcastin e radhës iniciativës 40 në 40, iniciativë që e ndërmarrë nga Blogonomi dhe Woodward Albania. Bëjmë dije që nominimet për këtë vit janë mbyllur, dhe antarët tanë të bordit janë ende në proces të vlerësimit se kush do të jetë dyzeqa në këtë edicion tonë të katërtin që do promovohet në revistë. Unë përfitoj nga rasti të bëjmë dije që revista jonë edicionit të 2 dhe edicionit të 3 vazhdon ende të jetë në 3, kështu që nëse ju doni të shikoni se kush kanë qenë të renditurit në vitet e kaluara, mund ta blini revistën tonë tek Adrioni. Pa unë përkohë, unë doja të falenderoja që është bashkuar sot në podcast e nominuara e këtij edicionit, e cila është Alda Gjon Parlaku, themeluese e Adental. Përshëndetje Alda dhe faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit Berina, faleminderit juve. Kënaqësia e gjitha jona. Ti je në industri shumë veçantë, do doja të thoja unë, edhe ekspertiza ime qëndron shumë larg fushës sonë së eksperiencës, por ne sot do fokusohemi te kush është Alda dhe çfarë ofron pak a shumë biznesi jot. Për çdo që e dëgjon për herë të parë emrin tënd ose shikon fytyrën tënde për herë të parë, nga ku e ka nisur Alda që të përfundoj sot themeluese e Adental? Unë doja të thaj se fillim urime dhe suksese për këtë iniciativë që është disa vjeçare Blogonomi në tregun shqiptar, dhe teksa po shifja pak më përpara, kisha shumë kolegë, miq, bashkëpunëtorë që juve i keni intervistuar dhe më bëhet shumë qefi që bizneset si klinika dentare, poliklinikat, sistematologjia, që vinë nga një treg pak i vështirë, se ne shkollat tona, eksperjenca universitare nuk na mëson si të jemi sipërmarrës apo si të ndërtojmë biznese të suksesshme, kur i shoh që intervistohen edhe kanë ide për të ndarë, janë ide inovative, më bëhet shumë qefi. Atëherë, për të flasur për veten e gjithmonë që kështu si pak si e vështirë, unë jam një vajzë vlonjate, jam mami një djali 4 vjeç e gjysmë. Para se të nisja Adental, kam studiuar shumë, se mendoj që çdo gjë nis nga një dije që ka themele shumë të forta. Kam punuar në disa prej klinika më me emër në Tiranë, në poliklinika, dhe pastaj, pasi erdhi në jetin birë, mendova se kishte ardhur momenti që të kisha diçka time. Po, ka pasur një moment që e ke menduar gjatë, domethënë ti ke punuar për më shumë se sa 10 vite në industri, pra ke punuar për dikë tjetër, je gjatë tashmë edhe themeluese e biznesit tënd. Ka pasur një moment që ti ke thënë një sekond, tu ka diçka që unë mund ta ofroj më mirë, por struktura ndonjëherë të një kompanie të madhe nuk të lejon që ai vizioni jot të shkojë ashtu siç e mendon ti dhe ke menduar ndër vite që shiko, hape një klinikë mu vetëm mund të më ndihmonte që këtë vizion që un kam për biznesin apo për mënyrën se si duhet të trajtohet klienti ta parashtroj në idenë time. Apo ka qenë gjithmonë se kam pasur shumë atë idenë që doja që kur vintej pacienti në klinikë, mos kishte atë unë e urrej dentistin ose unë e kam shumë frikë dentistin. Domethënë dhe doja të krijoja një klinikë sado të vogël, njerëzit ndiheshin si në shtëpi, domethënë shumicën e pacientëve i kemi miq, familjarët që na bëhen pacient patjetër, dhe doja këtë që të vite pa atë që shkote ti doktoresha, unë jam pacienti, nuk e dua shumë këtë lidhje në klinikë. Dua që të ndihem rehat, komod tek ai poltroni që s'është më i miri për asnjërin nga ne, as për mua vetë kur ulem në një pastrim burzash. Edhe këtë kisha gjithmonë si synim, dhe kur punoja, domethënë që gjithë ato punë lodhe, thosha, pse ky pacienti për shembull mos ja lini këtë orarin kaq të ngushtë, kaq me shpejtësi, se biznesi i madh, poliklinikat e kanë atë, por mund t'i lija një orar pak më të zgjatur, pacienti të dëgjohej, që janë disa gjëra që shkojnë hap zinxhir, ai pacient nga një gjë shumë e vogël që të vinë për të parë në klinikë, të kthehet në një pacient besnik që të risjell shumë pacientë të tjerë. Këtë kam pasur gjithmonë si vizion, domethënë dua më mirë diçka të vogël time ta ngre pak nga pak, po në fund të ditës të di që shkos unë kam bërë dhëmbët atje dhe gjitha një eksperiencë së veçantë për shkak. Shumë interesante, e vërtet. Përballë ke edhe një person që e ka shumë frikë dentistin, kështu që marrëdhënia me klientin e ndihmon çik më shumë këtë të kujdesur sidomos për veten. Ai sa vite të bën ty në biznes? Në biznes, Adental është futur në vitin e saj të 4, edhe unë s'mund t'isha më e lumtur që si post pandemie, si rigutim, edhe unë me mëmësin, domethënë prap jam shumë e kënaqur për ecurinë që kam në treg, se kam pasur edhe 2 lëvizje klinikash. Në fillim hapa një klinikë pak më të vogël, thash ta testoj një herë edhe unë vetë si do jem me angazhimin dhe si nën, por e pash që ishte mirë, domethënë më dha zemër që të mira një ambient pak më të madh, dhe të zgjeroja pak edhe pjesën e stafit, edhe të shërbimeve.
Po në këto 4 vite biznes ti ke qenë vetëm apo Alda ka një partner në Jo, biznes i ka cili një partnere që Mhm. është motra e burrit tim. Ne jemi rritur së bashku, ajo është doktoresha Ariona, që jam shumë falenderuese se më ka ndihmuar shumë për pjesën që në ditët që unë nuk do isha për djalin, ka qenë Ariona që i besoi klinika, më thënë klinika si është e imja është dhe asaj dhe kjo nuk ka të ndarë. Po mentor kem pasur në rrugtim Alda dhe kur the mentor, gjithmonë se kjo koncepti mentorit sikur ka hyrë pak vonë në treg, po të paktën ndoshta brezion apo edhe pak më të rritur. Kam pasur mentor pa dashje, thjesht dikush që ti ke punuar me të dhe ke marrë modelin më të mirë nga mënyra se si funksionon gjërat apo si operon. Jo, unë kam këtë idenë që kudo që të shkosh, domethënë dhe nga njeriu më i keq, dhe nga njeriu më i mirë, ti ke çfarë të marrësh edhe çfarë të japësh atij personi. Mm. Dhe unë kur kam qenë studente, vitet e mia të shkollës në Tiranë, këtu kam qenë me doktoreshë Ersela Alikaj, që e përshëndes një doktoresh shumë e mirë, dhe tek ajo kam mësuar e atë etikën e punës në stomatologji. Doktoresha Ersela ka qenë nga ato dhe është akoma, sa operon akoma, që thoshte që nuk i dua fare pjesën ekonomike, pagesat e pacientit, pra shko sa unë nuk kam një pacient të kënaqur, një pacient që është i lumtur që më rikthehet gjithmonë dhe i beson duarve të mia. Dhe kjo më ka mbetur çu kam që në vit të dytë universitet, që ishte një kështu si tik që thosha kjo është, domethënë, unë edhe kam zgjedhur stomatologjin, po kjo është ai çelësi që unë do ta vazhdoj ti godas. Pastaj ka pasur të tjerë, edhe te poliklinika që kam punuar, shefja jonë te poliklinika ka qenë një zonjë në menaxhim. Edhe aty mësova domethënë si është klinika sa shoh nga pjesa ekonomike. Mm. Jo vetëm nga pjesa shëndetësore dhe jo vetëm nga të qenit mjekë, po si mund ta menaxhosh për marketing, edhe si mund të thithësh ti sa më shumë pacient që nuk janë vetëm pacient besnik të klinikës, por që ti ta hedhësh shërbimet e tua në një treg pak më të gjerë. Mua më pëlqeu mënyra se si ti e bëre hyrje në fillim të podcastit, se që ë është mund të jesh profesionist shumë i mirë, po të bërit biznes është një proces që ti nuk e se mëson auditore. Ku e ka mësuar Alda të bërit biznes? Besoj se nuk e kam mësuar akoma. Do ta mësoj po e mësoj me kalimin e kohës, çdo herë mësoj gjëra të reja. Kam bashortin që është në fushën e IT-s, që është në fushën e biznesit, ai më ndihmon shumë për shumë kleçka që ne mund ta dalim në rrugës. Por që ja kështu pak me miq, pak me shok, pak me dëshirë vet, pak me libra, pak me ndonjë trajnim. Kështu ka shkuar ideja e të bërit biznes. Mua më pëlqen aureola dhe kjo energjia pozitive që ti ke në momentin që komunikon, por nuk e di nëse ka pasur në një jo të marrë në rrugtim që të ka tentuar të shruaj këtë entuziazmin dhe pasionin që ti ke për të bërë punën tënde mbi të gjitha dhe mbi të gjitha pastaj edhe pjesën e biznesit. Nga ato jo që të lënë gjurmë. Ka pasur ca jo të vogla, po për shembull fillimi kur shapu klinika, djali im ishte vetëm 8 muaj, që unë thash më pëlqen ky ambienti, dua ta shoh, ta marr me idenë që ta shohim për klinikë, dhe gjithë ishin si familja ime e madhe, si familja ime e vogël, nga mami im për shembull, jo e ke djalin shumë të vogël, prit dhe pak, aty është puna, do të punosh gjithë jetën. Për kushtohu kësaj, po thash, po se bëra tani, domethënë kisha një si ndjesi që ky është ai ambienti që unë dua tani, se po se bëra tani nuk kam për ta bërë, thash do të plagështohem, as nuk e di, më djes kur do ngushtësohesh aty vetëm me mamësin. Edhe ai ishte, po që e ka përshtetva pastaj dhe të gjithë më mbështesin. Ë, mm, Sa është numri pak a shumë i paciente i stafit në klinikë, Alta? Ne jemi katër veta staf, jemi 2 doktoresha dhe 2 asistent. Edhe nga kjo më vjen dhe pyetja tjetër, është si zgjedh Alda njerëzit me të cilën punon? Atëherë, kemi pasur shumë asistent që na vinë dhe na ikin, se kështu është tregu jon i punës, që ata të rinj lëvizin, duan të shohin pak këtu, pak atje, pjesa e rrogës ka të bëjë të saj, por unë gjithmonë kur vini them që nuk dua të më thoni që osa u lodha, si nuk kam thënë unë kur jam qenë studente u lodha, nuk dua të thuhet juve që është ajo është energjia më e mirë që mund të kem për punë, të thua u lodha, dhe dua që çdo pacient të trajtohet sikur është në familje. Domethënë, nuk dua atë që pacienti shikohet, edhe ai pacienti që mund të mos ketë higjienën e mirë, ka dhëmë shumë të prishur, gjithashtu që ka, nuk dua që asnjë pacient të marrë atë në një vëzhgim kritik ose diçka që të marrë diçka nga stafi, këtë nuk e kam dashur, këtu a them që në fillim. Që unë dua një punë të përkushtuar, edhe pacienti të jetë, domethënë kryesori. Edhe nëse një njeri do ishte është duke parë këtë podcast dhe ndoshta student i stomatologjisë edhe do të shohë mundësinë për t'u futur këtë rrugtimi. Ka ndonjë kapital fillestar që Alda thotë që nëse ti nuk ke këtë kapital fillestar, mos hyr këtë rrugë sepse është shumë e vështirë edhe do duhet të mendosh edhe për ta mbajtur biznesin, po edhe për të trajtuar pacientin pastaj.
është e vështirë, domethënë si fillim duhet një pasion shumë i madh. Odontologjia me këtë kohë që ka ardhur do pasion. Se janë bërë klinika shumë mira, shumë bukura që ti mund ta gjesh veten duke punuar diku tjetër dhe prapë do jesh shumë i suksesshëm ti mjafton që duart e tua të kurojnë buzëqeshje të mira dhe të shëndetshme. Por për të pasur diçka tënde, pajisjet dentare kushtojnë. Do të thotë thoya me shifra për një kabinet dentar të duhen diku te 20.000 euro pa frikë. Që ti të paktën sikur edhe atë 5 mujorin e parë, nëse bëhet një fjalë për një ambient me qira, ti të dish që edhe nëse ti nuk arrin të përmbushësh qëran edhe këto detyrimet e tjera që ne kemi, ta dish ai kapitali i parë pak a shumë i përmbush. Shumë e vërtet. Edhe mbi të gjitha në 6 mujorin apo 12 muajt e parë ti nuk e di akoma se si do eci biznes. A të shpjego pak se çfarë ofron Adental për këdo që nuk e njeh si biznes? Ne ofrojmë të gjitha shërbimet dentare, duke filluar nga ato më të thjeshta, që janë terapia, higjienimet dentare, pastrimet, zbardimet. Pastaj një fokusin kryesor kemi pasur shumë te fëmijët. Mendoresha ka bërë një specializim që është vetëm për moshat pediatrike dhe është shumë e mirë, shumë e kujdesshme. Dhe kemi pasur pacientë që na kanë ardhur nga gjithë Tirana dhe nga rrethet që u shko se ajo doktoresha merret me fëmijët dhe që kur e kemi nisur me këtë ide, i kemi ndarë pak a shumë ato profilet tona që unë do fokusohen pak më shumë te kjo, ti pak te kjo që edhe kështu japim dorë dhe biznesit dhe njëra tjetrës. Unë për shembull kam ortodoncin që për drejtimin e dhëmbëve që kam shumë pasion, me shumë dëshirë. Domethënë edhe kur shoh këto ndonjë buzëqeshje që më duket që mund të rregullohet, ja them ja vë gjithmonë në duke, them ke këtë për shembull të bëjmë diçka këtu, të sillim ato buzëqeshje më harmonike. Pastaj kam një bashkëpunëtor shumë të mirë, një mjek kirurg që na mbulon pjesën kirurgjikale. Edhe kështu shkon, ne kemi gjërat pak të ndara për jam më mirë që jo çdo gjë mund ta bësh vetë mirë. Po për vajzat e djem që e duan të bukurën, a është futur Alta në industrinë e të bukurës? Jemi futur se është na i kërkojnë shumë pacientët. Domethënë nisi si fillime kemi nisur me idenë që hajtë ta provojmë të njëra tjetra dhe pse ta pagojmë të shërbim diku tjetër, ku mund ta bëjmë fare lehtë brenda klinikës dentare, duke qenë që ne bëjmë çpime pafund, gjithëpëra për stomatologun është gjëja më e thjeshtë që mund të bëj, se ne bëjmë diku te 6-7 anestezi në ditë. Dhe e pam që ishte një gjë shumë e bukur, është shplodhje për neve. Të trajtosh fytyrën e një pacienti është shplodhje, plus nga ana mjekësore dentistët bëjnë anatominë kokë-qafë, e bëjnë rreth 2 vite në fakultet në shkollë, në krahasim me mjekësinë për shembull, që e bën vetëm 1 vit. Ne kemi si plus që nervat, muskujt, çdo gjë e njohim shumë më mirë. Ne them pse mos ti futemi ta ofrojmë si shërbim. Dhe të gjitha këto dhe shërbimet estetike i kemi të ofruar. Mbi të gjitha, sidomos kur tregu e ka në nevojë tani, mos e të imponon në industri. Patjetër, po. Duke qenë që kushte sterile janë brenda një klinike dentare, pse të mos ofrohet në kushte sterile dhe nga mjek që janë të licencuar edhe me trajnime të përkatëse. Shumë e vërtet. Ti the që ke nisur post pandemisë biznesin, pra diku 4 vite më mbrapa, edhe nëse unë do të pyes se 5 vjeçar i ardhshëm si e parashikon Alda, veten e saj në biznes, pra o i fokusuar tek biznesi aktual, apo shikon ndonjë diversifikim portofoli, apo futet në një industri komplet të ndryshme, apo ndoshta edhe ndonjë plan për të zgjeruar në qytete apo shtete të tjera. Ke ndonjë gjë që do të ndash me ne? Tani planet 5 vjeçare, si fillim dua që të kem të njëjtin ritëm pune që kam tani, ndoshta edhe të dyfishuar, do të isha shumë e kënaqur. Një ëndër e imja në Sirtare është një klinikë e vogël në Vlorë, se kam shumë familjar të mi, njerëzit e mi ose shoqëria që më thonë ose të kapim dot me këto oraret e tua në Tiranë ose kur do vish dhe kështu. Ma kishte dëshirë një klinikë në Vlorë, po që është e vështirë të koordinohet të dyja. Ti zgjeta një vlonjat që nuk e do Vlorën. Nuk ka. Në vërtet. Jo të gjithë njohurit mund të mësohen auditore, siç është ajo e të mësuarit të biznesit. Ama secili nga ne ka, le të themi, një person në distancë, të cilët e lexon në mënyrë vazhdueshme ose ka nevojë të shplodhet nga rutina e përditshme, shkon në klinikë, dil nga klinika, bëu pjesë jetës sociale që është shumë e rëndësishme, jeta familjare e të tjerë, dhe ndonjëherë e gjen veten duke mos rritur kapacitetet e tua si individ apo duke mos menduar dot jashtë asaj kutisë. Dhe një nga pyetjet e mia të preferuara lidhet edhe me faktin nëse ti ke ndonjë libër apo ndonjë film apo serial të cilët shpesh i kthesh për të marrë disa motivime të brendshme për të vazhduar.
Kam lexuar shumë më shumë pa u bërë mama, të them të vërtetën. Se pastaj futemi në një rrugëtim kur bëhemi mama që është aq i vështirë dhe aq i bukur. Por një nga ato libra që dua ta përmend për shembull sot është rregulli 10 times rule i Gordonit, dhe ai domethënë ka këtë që ti duhet të provosh deri në 10 herë dhe pastaj ta quash veten të dështuar. Nëse ti në të 10-ta herë që ke provuar, ke dështuar, atëherë ajo është një ide që mos u merr më me të, mërzitu, kaloj atë mërzitjen tënde dhe pastaj ringrihu dhe ti merre me një ide tjetër. Por nëse ti e provon një herë, dy herë, të thotë, dhe ti ke dështuar, kjo nuk është asgjë. The përmend shumë njerëz që e kanë nisur nga zero, kanë dështuar, nuk janë ngritur dot dhe me shumë herë domethënë dhe pastaj atë çelësin e suksesit këtu e ka. Te ajo puna e palodhur të sakrifica. Unë të dua të të kthej mbas në kohë, Alda. Ndoshta në të 18-tat e tua, edhe nëse ti do e kisha Aldën tani përballë edhe do e shikoje rrugtimin që ajo ka bërë në këto vite, suksesin si në jetën familjare, ashtu edhe në biznes, peripecit që ka kaluar gjatë kësaj kohe, çfarë do i thoshe ti vetes tënde 18 vjeç? Do të thosha ta merrte pak më ngadalë në 18 vjeç, ta shijonte pak më shumë atë pjesën e asaj adoleshencës, se kam qenë një studente, jo për të ashtu vetëm, po që kam studiuar shumë dhe e dija që në gjimnaz, kur fillojmë gjimnazin, që 15 vjeç që doja të bëhesha stomatologe. Dhe stomatologjia në shtet donte një kohë të mirë për të kapur dhe kam shumë gjëra që mund të kisha bërë në gjimnaz për shembull, i kam kaluar jo se do të studioj, do të kapim ekonomi, do të kapim kimin, do të bëjmë fizikën, nota shumë të mira që të arrija te stomatologjia. Do shta këtë, do të kisha dhënë vetes pak më shumë liri. Kurse tani që e shoh mbrapa, unë ajo grinda që më ka karakterizuar kur kam qenë në gjimnaz, më karakterizon akoma, njëri që flisja shumë shpejt kur kam qenë në gjimnaz, flas me një të shpejtësi dhe tani. Edhe kam të më pëlqen që gjërat i bëj shpejt dhe të eci, nuk Shumë interesante. Do doje ta kishe nisur më herët biznesin apo është okay dhe ky 4 vjeçar i fundit? mendoj që e kam nisur pak a shumë në kohën e duhur, se është e mira që ta testosh pak tregun, të punosh në 2-3 vende që ti të shikosh edhe çfarë do të bësh më mirë, çfarë mund të përmirësosh edhe vetja, çfarë çalon në klinika dentare të tjera. Nuk besoj se do ta kisha nisur më herët, se edhe eksperienca dhe mosha shkojnë të gjitha bashkarisht. Po të kisha dhënë një përgjigje të nxituar do thoya që po se gati kam qenë, dhe 25 vjeç. Por vërtet është që nuk kam qenë gati, është do do guxim që të mbahet biznesi dhe do shumë punë pastaj dhe është një pjekuri që të vinte me moshën. Është shumë e kollajshme të thuash po e mund ta kisha bërë. Është shumë e vërtetë, sidomos në industrinë tuaj që ke të bësh me jetë të një personi apo me shëndetin e një personi. Aldun, të falenderoj sot për gjithë rrugtimin që ndave. Faleminderit dhe juve, ishte një eksperiencë shumë e bukur. Kënaqësi edhe për ne. Faleminderit dhe ju miq që na ndoshët. Bashkë do shihemi të mërkurën e ardhshme në orën 20:30. Nga unë Blerina, natën e mirë.